Dashur miq, mirë se keni ardhur në Personazh Alb, mirë se keni ardhur në Albukej TV, në televizionin e parë dhe të vetëm në Mbretërinë e Bashkuar. Për këtë të shtunë kemi të ftuar një tjetër shqiptar të suksesshëm, i cili na përshëndet në këto momente nga Tirana e bukur, nga kryeqyteti jon, po Tironas kështu, e kemi sa dhe Tironas. I dashur teolog, mirë se erdhe Bledar Myftari, jurist i çështjeve islame, por jo vetëm. Përshëndetje, në radhë të parë ju uroj ju dhe televizionit tuaj suksese në këtë mision tisnik që është në të vërtetë një port dhe një dritare për të gjithë shqiptarët, sidomos ata që ndodhen në Britaninë e Madhe, por dhe jo vetëm. Është kënaqësi për mua që të jem me ju dhe me teleshikuesit. Faleminderit shumë, kënaqësia e përbashkët, në respekt të gjithë atyre teleshikuesve që na kanë ndjekur, vazhdojnë na ndjekin dhe shpresojmë që me ndihmën e Zotit do ta ndjekin gjithmonë që në 2018, kështu që janë diku 7 vite gati, se 5 maj nuk është shumë larg, kështu që kanë qëndruar me ne dhe ne po bëjmë më të mirën tonë të mundshme, por gjithmonë nuk duhet ta harrojmë asnjëherë, Bledar i dashur, ta përmendim që Albukej TV duhet suportuar nga komuniteti shqiptar këtu në Mbretërinë e Bashkuar, por jo vetëm, edhe nga komuniteti tjera, sepse është televizioni i parë dhe i vetëm, kështu që duhet ta themi. Mirë i dashur Bledar, kam dëshirë të filloj me njëherë pa humbur shumë kohë, sepse kemi shumë gjëra të bukura për të cekur, kështu që do ndalemi fillimisht tek retrospektiva. Nga fëmiria jote, prejardhja jote familjare, çfarë do na kujtosh nga ato kohë? Atëherë, ne vim nga një familje punëtorësh, që të jemi realist, rritur në kohën e një regjimi që duam s'duam, ka qenë i vështirë për të gjithë shoqërinë, jo vetëm për ne. Patëm një sprov familjare në aspektin edhe të vogël në krahasim me sprovat që kanë hequr një pjesë e madhe, se nuk kemi qenë nga ato që quheshin armiq të pushtetit, ne nuk kemi qenë armiq të pushtetit, por kemi qenë njerëz të cilët nuk kanë përfituar, po themi, nga aspekti i arsimit, megjithëse ishim me notat të shkëlqyera, unë dhe i me motor para meje disa vite, ishin me medalje ari, përsëri nuk ju dha e drejta e arsimit. Arsyeja sepse me fjalë, prindët e mi nuk kishin pranuar në një formë, nuk kishin pranuar të ishin antar partijet, dhe megjithëse ishin të dekoruar për si punonjës të dalluar, por nuk kishin antar partijet dhe ajo formula e famshme për sa kohë që ju nuk doni të shërbeni partisë, dhe partia nuk ka detyrime për ju, na ndoqi disa vite, të jemi realist. Motrën pak më shumë se mua pak më pak, por ato një 6 vite, mua një 4 vite na ndoqi, në aspektin që nuk na u dha e drejta për të arsimuar në shkollën e lartë. Motra pa të mbaruar ekonomikun, shkollën e mesme, ndërkohë unë pa të mbaruar Harry Fulcin. Sot quhet Harry Fulc, dikur quhej Politeknikumi 7 Nëndorit. Dhe në odesh pastaj të futemi në punë derisa erdhi viti 92. Jo, i dashur të kërkoj ndjes që të ndërpres që mos kalojmë direkt tek 90-a, që të ndalemi direkt hap pas hapi, po mos kalojmë direkt aty, se pastaj do na i konsumosh shumë pyetje dhe nuk është mirë. I dashur Bledar, të lutem më tregoj një moment bukur, vështirë, nuk e di, një pasion tëndin, diçka nga fëmiria jote e hershme, për të kaluar më pas tek adoleshenca e tjerë. Atëherë, në fëmijërinë time unë kam qenë një ndjekës i rregullt i kursit të valleve dhe baletit në Pallatin e Pionerëve në Tiranë. E shikon që ti doje ta na shkaloje. Ti harron i dashur Bledar Myftari që unë kam marrë aq shumë informacione nga një person aq i dashur për ty, edhe aq i dashur edhe për mua njëkohësisht, një shoqe shumë e mirë, të cilën unë kam shumë dëshirë ta përshëndes në këto momente, motrën tënde të nderuar, mikeshen jo vetëm timen, por të shumë shqiptarëve këtu në Mbretërinë e Bashkuar, por jo vetëm. Jeni Myftari, një besimtare i jashtëzakonshme, një person i jashtëzakonshëm, ka qenë disa herë pranishme këtu në Albukej TV, është gjithmonë me ne, na ndihmon shpesh herë që gjejmë edhe shqiptar të suksesshëm në një moment saktuar që ne nuk mund t'i gjejmë. Shqiptar ka gjithandej, por nuk na kujtohen një moment, kështu që jeni ne kemi gjithmonë për të na ndihmuar, dhe unë e falenderoj dhe e përshëndes fort. Atëherë, pra,
edhe ajo është me fjalë mund ta them është pasqyra e jetës time. Sa bukur, sa më pëlqen, a emocionove. Pse e thua e Vledar pasqyra jetës tënde? Si arrite në këtë përkufizim? Unë nëse dua të shoh veten ku jam, gjithmonë i referohem syve të saj. Ajo nganjëherë s'ka nevojë të flasë fare, më thot me një shikim që më bëj mua të kuptoj që nëse jam mirë apo ka nevojë të përmirësohem. Dhe ajo është e veçanta ime, nuk di të them. E shikon sa bukur, e shikon ato informacionet që kam marrë unë sa të vlefshme, sa të vyera, sa të mrekullueshme janë? E shikon? Kam ditur ku t'i gjej informacionet për ty apo ja? Është njeriu që mjeh më mirë nga diet, më mirë dhe se prindët e mi. Pa diskutim. Është kënaqësi e veçantë dhe unë jam shumë krenare për të dy ju, edhe ju duhet ta falenderoni Zotin non stop që keni njëri tjetrin dhe keni një lidhje shumë perfekte. Theme realis, ti kthehemi pyetjes tuaj. Nga fëmijëria, diçka një kujtim bukur me jenin apo me nënën, me babain, diçka të vogël që të kalojmë pastaj te etapa të tjera. Në aspektin e fëmijërisë tash kam qenë në pjesën e Pallatit Pionerëve në grupin e vallave, që të cilën e vazhduan pastaj dhe në Pallatin e Kulturës së Tiranës, ka qenë Ansambli Tirana, quhej në atë kohë me profesor Enver Pirkën e famshëm, ish antar i ansamblit shtetëror të vallave, po pasi doli në pension për drejtonte ansamblin Tirana dhe për 8 vjet pra kanë qenë në këtë pjesë. Diçka të veçantë nga fëmijëria do ta kujtoj me qenë se jemi edhe në Ramazan. Kujtoj ato i ndysh ka qenë besimtar praktikant, ka qenë mësues feje, hoç pra që quhet. Dhe kanë qenë një grup prej 3-4 personash që në natën e Kadrit, që ne shpresojmë ta kemi ditë këtyre 10 ditëve të fundit me qenë se jemi në Ramazan, mblidheshin në shtëpinë e tij për të falnin atë që një namaz që është për ose një falje që është e veçantë gjatë kohës së Ramazanit, quhet Teravih. Dhe e kujtoj që unë rria në fund të dhomës dhe gjyshi më thonte të lutem mos i dil babas, se gjyshi se i thoshin baba, mos i dil babas përpara dhe mos flit me njëri për këtë që po ndodhet. Dhe t'ju them sinqerisht në shtëpia e gjyshit tim, dritaret e shtëpisë, gjysmat e dritareve gjatë gjithë vitit ishin të mbyllura. Me batanije, ma të trashat. Roba, i mbante roba dhe thonte që nga që jam i moshuar, i thonte njerëzit se e pyesnin, jam i moshuar dhe nuk kam fuqi ti hyp nëpër dollape, ti kape ashtu dhe i kam këtu gati kur dua të ndrohem, vetëm që kur të vinte koha e Ramazanit mos ishte hapi që drejtarët e gjyshit nuk ishin dritë. Sepse i duhet të ngrihej natën për këtë. Dhe normalisht kanë qenë sfida të veçanta. 2 vjet i kanë hek ato, ka qenë në vitet, me fjalë, po themi para viteve 70, ka qenë një lloj quhet triska e frontit, ka qenë një autorizim ose në cilën ti ishe antar i Frontit Demokratik dhe mund të bleje bukë në shtet, pra në aty ku ishe, dhe ja patën hek triskën sepse i gjetën libra fetar që si kishte dorëzuar. Ka dhe kështu dhe patjetër që ka. Pjesën e parë se mbaj mend, por sepse e di, po kam parë pasojat pastaj sepse njerëzit e familjes ju desh të nxjerrin raport mjekësor që ishin të smur, që të mbanin, nuk e di nëse ju kujtohet ju, por ka qenë një kapot ushtarake dikur që mbanin ushtarët dhe pastaj filluan ta përdorin dhe njerëzit. Apo më thua i dashur, apo më thua nga ajo jeshilja me ato te gelat e gjerë? Pikërisht, ka një nuk jam shumë eri, kjo tregon që jam goxha e hershme. Një njeri jon i familjes, me fjalë, u desh të nxjerrte raport mjekësor, që të kishte mundësi pra të quhej i sëmur, në mënyrë që të kishte mundësi ta mbante kapotën dimër ver, dhe poshtë kapotës një herë në 2 ditë i çonte bukë gjyshit, sepse për 2 vjet familjes gjyshit, më fal, sepse nga nëna, sepse për 2 vjet nuk kishte të drejtë të blente bukë në shtet, vetëm se nuk ishte dorëzuar librat e fesë. O sa e vëshme. 2 vjet, pra po të flasim përveç familjes gjyshit që kishte sprovën e vet, kishte edhe ky personi, ishte burri i tezës, sprovë veçantë që 2 vjet dimër ver, meqenëse ishte në punë apo ishte ai dorinte me kapotën ushtarake, në mënyrë që të justifikonte që edhe kur shkonte për vizitë tek gjyshi ta kishte veshur, në mënyrë që të fshihte nën kapot, me fjalë bukët i lidhte rreth trupit.
e lidhte rreth trupit bukët dhe ja çonte gjyshit që të kishte mundësi të ushqej. Wow. Sa të lë pa fjalë, historira të tilla i dashur Bledar të lën pa fjalë, se nuk e kam ditur një element tillë dhe më emocionove, më shokove kështu. Më lej komplet pa fjalë. Sepse ka ndodhur, pa diskutim ka ndodhur, ne kemi dëgjuar, jo vetëm këtu në këtë emision, por ne kemi dëgjuar në emisione televizionet ndryshme histori nga më të dhimbshmet, por ja që doli edhe diçka tjetër që se kisha dëgjuar kur më parë. Imagjino në Shqipëri 40 gradë në verë, llogaritë personi me kapot, vetëm që të ushqej një person tjetër. Por është e rëndësishme që ka patur edhe atëherës guximtar, ka patur edhe atëherës besimtar shumë të mirë, shumë të denj, ka patur edhe njerëz të bejses e të burrnis, kështu që normalisht shqiptarit fatmirësisht nuk i kanë munguar kur këto njerëz, por fatmirësisht e fatkeqësisht nga ana tjetër ka patur edhe anën tjetër të medaljes që janë përfshirë me dhjetra shqiptar, për mos thënë me qindra, në histori të tilla. Mirë, Bledar, kalojmë tek adoleshenca. Një adoleshencë kam dëshirë të ndalem, unë zakonisht ndalem tek adoleshenca, se më pëlqen shumë si etapë e zhvillimit të një personi, më pëlqen shumë sepse në njerëz të ndryshëm, adoleshenca është shpalosur, tregohet në mënyrë të ndryshme, kështu që kam dëshirë të ndalem. Çka mund të na thotë Bledar Myftari pikërisht për adoleshencën e vet? Atëherë, adoleshenca jonë nuk nuk ndryshon nga bashkëmoshatarët e mi në aspektin e aktiviteteve. Ato ishin pothuajse të njëjta, tash përveç pjesëmarrjes në ansamblin Migjeni, ansambli Tirana, që ishte pjesë e Pallat të Kulturës në Tiranë, kam qenë njëri që lexoja shumë, aq sa që në bashkëpunim me ato punojëses e bibliotekës, si në lagje dhe bibliotekën kombëtare, pa aty në lagje pata marrit një marrëveshje që Bledar futu zgjidh dhe merr çfarë të duash, sepse ndodhte që libri mbaroi edhe brenda ditës, sidomos gjatë pushimeve të verës. Bravo, seriozisht bravo. Vallën pse ndërpreve i dashur? Pse u shkpute nga vallja? Atëherë pse u shkpute? Ai quhej ansambël amator, nuk ishim profesionist, që ti jemi. Okej. Dhe asnjëherë nuk e pate idenë që ti një ditë të bëhesh profesionist? Po, që të bëhesh profesionist në atë periudhë duhet ishe regjistruar që në klasën e 5 në liceun artistik. Okej. Dhe gjë të cilën nuk e patëm, ne nuk e kishim të drejtën. Jo, ju fatkeqësisht e keni patur të limituar. Nuk e kishim të drejtën. Pra, ne nuk kemi qenë që mos e paraqisim veten, ne nuk kemi qenë armit të pushtetit, por nuk kemi qenë të privilegjuar në këtë. E kuptova. Pra, pushteti ka pasur rezervat e veta për ne, dhe ne jemi përpjekur që mos përzihemi me të. E kam qartë. Shkollën e mesme, studimet e mesme, ku ke vijuar? Gjithmonë në Tiranë? Gjithmonë në Tiranë, pranë Politeknikumit 7 Nëndori, sot quhet shkolla Harry Fulls, ose kolegji Harry Fulls. Ka qenë një shkollë profesionale, për arsye sepse ne duke ditur pasur eksperiencën e hidhur në familje me mosdhënien së drejtë studimit për motrën, pra një student që ju e përmendet përpara, një studente që me 10 dhe nuk i doli e drejta studimit, atëherë ne familja vendosi që më mirë një shkollë profesionale se sa gjimnazin, në mënyrë që të kishte mundësi të gjejë vend pune, se me shkollë profesionale pastaj nuk mund të gjejë edhe vend pune. Dhe u regjistrova në shkollë aty. Aty shkolla ka pas bukuritë e veta, ti jemi realist, ka qenë një shkollë pak më ndryshe nga të tjerat, sepse ne ishim 16 paralele, shumica çuna, kishte shumë pak vajza, pra ishte në shkollë çunash, po ta marrin pjesën e kësaj, por kanë qenë njerëz shkëlqyer që vazhdojnë marrëdhënia sot e kësaj dite, ne kemi marrëdhënie me më shumë se gjysmën e klasës së dikurshme. Dhe Bledar, ti i kreve studimet 4 vjeçare apo jo? Pra të shkollës mesme? Normal që e mbarova, por nga shkolla mesme mbaj mend një episod nga babai një shokut ton. Ne atëherë, si çdo adoleshent, filluam pak edhe cigaren. Edhe kishim babai, nga pak, me thënë drejtën, vetëm gjatë kohës kur ishim në shkollë, se në shtëpi pastaj nuk guxonim se na vinte. Bëhej fjalë në shtëpi. Bëhej fjalë. Edhe po mbaj mend babai një shokut ton, ai ka qenë mjek në spitalin ushtarak.
të dikurshëm sot spitali i traumës këtu në Tiranë, dhe ai kishte nuhatur që i biri po pin cigare. Dhe tani çfarë ndodhi? Ai u ofrua me ne dhe tha, unë do i ofrua me të birin dhe tha do të shikonte kush ishin shokët e të birit. Dhe na ofroi afër dhe na e pai që kush ishin ato 4-5 vjet që i biri rrinte, pra shoku jon, dhe na mori pastaj një ditë në spital, atje na bëri një çfarë mund të them, ai na bëri një lojë, vuri disa revista që sapo kishin ardhur nga Franca, aty në ishin spital, dhe i tregonte fazat se si dëmtohej mushkëria nga pirja e duhanit, se si ishte cigaria e parë, cigaria e dytë, cigaria e tretë, cigaria e katërt dhe se si shkonte mushkëria. Dhe më pas na futi gjoja dhe në vizitë dhe secilit në vete, po vite më mbrapa e morën vesh, i kishte thënë që me këto ritme që i ke, ose do vdesësh shpejt, ose nuk do i kapësh 30 vjeç. Mos o zot. Jo, ai ne s'kishim asgjë, pari për ta nxitur Për ta hiperbolizuar, po. Po jo, po për të nxitur djalin e tij, por dhe shoqërinë, se shoqëria është ajo që ndikon. Patjetër që ndikon shumë ti, po. Për me nxit të gjithë mjalë mos e kishin më këtë vesë mi fjalë, dhe kur dolëm ne në spitalit të gjithë siç e kishim në çorape, siç e kishim paketën, morëm dhe e hodhëm. Normal, jeni traumatizuar atje. Mos është normale. Keni dalë me pasoja. Po i dhe shumë e mirë ama. Mesazh shumë i mirë nga babai, nga prindi. Por tem realist një 3 muaj babai aty shokut nuk u nda nga ne. Vinte me ne kur shkonim luanim ping-pong, vinte me ne kur dinim nga liçeni, kudo që ishte me ne. Me fjalë në mënyrë që të krijonte një farë shoqërie dhe aty pastaj filloi duke na përçuar atë mesazh që ai e donte që të përçonte dhe e realizoi dhe falenderues me fjalë. Dhe ti asaj dite deri më sot ti nuk je duhanpirës. Jo, nuk edhe atëherë ishim sportik, pra po themi ishte më tepër ajo vala e adoleshencës që na mori. Por që duhet ta themi dashur bledar që nga vala e adoleshencës me qindra, mijëra, miliona persona në përbot, sot e kësaj dite e vazhdojnë e tymosin apo jo? Nga një shkarje vogël, nga një stimulim i vogël në adoleshencë dhe ai ves i keq vazhdon gjithë jetën, duhet ta themi apo jo? Realisht më tepër nuk ishte dëshirë, se sa ishte instinkt. Bashkëngjitje me shoqërinë. Ishte mos ndahemi nga shoqëria. Kto po e bëjnë, hase po e bëj edhe unë. Po ashtu fillon, ashtu fatkeqësisht ashtu fillojnë shumë gjëra. Mirë, kalojmë tek studimet. Pra, mbaroj shkolla e mesme, profesionale dhe ti dole një bledar myftari i çfarë profesioni, me çfarë profesioni i kreve studimet e mesme? Një agjesator me kategori të 4. Vetëm kategori e 4, nuk mbritet tek e 7-a? Jo, atëherë në atë sistem kishte 6 kategori, se 7-a. Okej, edhe 7-a ishte në top fare, ç'a ishte ajo? Jo, 7-ën e patën hequr, ato se ka pas 7, pastaj e patën ulur në sistemin rreth viteve 85 e patën ndryshuar dhe bën me 6 kategori, pra nivele aftësie profesionale. Sa i privilegjuar u ndjeve me kategoritë 4, 18 vjeç? Ishte shumë i privilegjuar në kuptimin financiar. Pra baza kuptohet se kishe profesionin e marr. Dhe baza ishte e mirë dhe fillova punë direkt si mbarova, mas 2-3 muajsh doli emërimi nga komiteti ekzekutiv atëhershëm ose bashkia e sot. Dhe doli emërimi dhe u futa ke uzina Dinamo. Dhe atje punova derisa ndërpreva pastaj që shkova për studime, për rreth 3 vjet punova. 3 vite ke punuar tek uzina Dinamo, pastaj shkove në studime në më ndihmo pak. Në Egjipt. Në Egjipt, atë ku kam studiuar edhe unë. Po unë kam shkuar disa vite pas teje. Ne shkuam, ka qenë 92 kur shkova në Egjipt, dhe ishte një hap ndryshe në jetë, që ti jemi realist. Unë do të nuk e di, ju ndoshta... Si u përzgjodhe, bledari dashur, të lutem më ndihmo, si u përzgjodhe që ti t'ishe ndër studentët e parë që keni studiuar në Egjipt? Si ndodhe pikrisht me ty? Atëherë, kur u hap xhamia e parë në Tiranë, pra që u hap me 18 janar të vitit 1990, 91 fal, 18 janar 91 se me 16 nëntor është hap në Shkodër. Në Shkodër. Shkodër. Një javë përpara u hap kisha katolike. Po. Pra,
Dhe të njëjtit personat, të njëjtit besimtar katolik e musliman së bashku, kanë shkuar dhe kanë hapur. Shkuan dhe pastaj me 16 nëntor, pra të 90-s u hap në xhamia e Plumbit në Shkodër dhe në Tiranë u hap me 18 janar të 91-shit. Atëherë unë shkova, por nuk kam shkuar që të jemi korrekt me veten, vallë parë, por dhe me teleshikuesit. Ne shkuam si ndërmarrje komplet. Atëherë ndërmarrjet pothuajse çdo aktivitet që bëhej merrnin pjesë, shputeshin e ndërprisnin punën dhe patëm shkuar edhe tek protesta më pas e studentëve, por edhe kur u hap xhamia, të jemi realist, unë në jetën time deri tani nuk kam parë ndonjëherë, paktën në Shqipëri po flas, sepse grumullime jashtë Shqipërisë ka, sepse popullsia më e madhe, por nuk kam parë ndonjëherë më shumë njerëz se sa aq. Nga nën Kaçet, kryqëzimi nën Kaçeve, kur quhet Ushtari i Panjor, ish xhamia e vjetër pra. Deri tek dhoma e tregtisë ose ish ambasada turke që nuk ekziston më, ose ish kena marrë Republika e dikurshme, sheshi komplet deri tek atëherë në atë kohë quhej sot quhet Vebe Group, por ose dikur ka qenë quajtur Hotel Peza. Pra komplet sheshi dhe komplet rrugët e lidhse nuk kishe kutërie. Tash aty kishte njerëz të gjitha lloje kategorive, të gjithë llojeve besimeve në origjinën e tyre, se në atë kohë akoma s'ishte hapur besimi që themi të specifikoheshin njerëzit në besimet e tyre, apo ato ndasin në besimin e tyre për ta shprehur, por ishte një pjesëmarrje e jashtëzakonshme hapja e xhamisë dhe me hapjen e xhamisë mbaj mend që gjyshi pastaj bëri të mundur që unë të futesha dhe të filloja të mësoj ato. Gjyshi një hoç i dinte pjesët e se si mund të angazhohej nipi i tij, pra në këtë rast unë po dhe i me motor bashkërisht me të angazhoheshim në aktivitete që kishin të bënë me xhamin. Atëherë që e themeluar si pjesë e komunitetit musliman dhe një organizatë rinore që quhej Rinia dhe Kultura Islame, dhe unë qesh përzgjedhur si përgjegjës për Tiranën, ose sekretari i Degës Tiranës, dhe prej kësaj ose po themi nga ky shtad ose nga ky pozicion, mbaj mend që ato shokët e mi që faleshin bashkërisht, më kishin zgjedhur mua se unë atë ditë kam qenë në shtëpi i smur me grip dhe vinë në darkë për të më vizituar dhe më thonë dëgjoj, ka ardhur shoqatës tonë dhe komuniteti musliman i kanë ardhur 5 bursa për djem dhe 5 për vajza. 5 vajzat i kishin zgjedhur, ndërto kishte qenë dhe motra ime e zgjedhur. Por që motra ka studiuar fillimisht në Jordani, se mos gaboj, sepse jeni ka studiuar anë Barbotës. Jo, motra ka qenë me mua. Unë dhe motra ime jemi të pandarë në këtë pikë. Vetëm tani jeni ndarë që motra jeton në Londër dhe ti jeton në Tiranë. Ma keni rëmbyer. Tash ti, i ka jeta këto, i ka. Por që duhet ta themi që jeni e shpesh në Tiranë, duhet ta themi se gjinatja muhojmë. Jo, falenderoj Zotën për këtë. Të lutem ndihmo pak, sepse kam nga informacionet konfidenciale, kam marrë një informacion aq të madh, nuk e di, nëse dallohet këtu, imagjino sa janë këtu informacionet e shumta për ty, janë aq e shumë, nuk e di nga të ndalen parë më parë. Të lutem studimet e tua se kam kam dëshirë ti cek gjitha, pra të lutem ndihmo. Studimet e tua në Kairo kanë qenë për çfarë konkretisht? Atëherë kanë qenë për studime fetare dhe gjuhë-letërsi arabe. Gjuhë-letërsi arabe? Po, por jo në universitet, të flasim. Ishte një institut pranë Universitetit Azharit që ishte për të huajt, ku ne duhet të përmirësonim ose duhet të përvetësonim gjuhën arabe dhe njëkohësisht të merrnim informacionet paraprake që të kishim mundësi të hynim në Universitetin e Azharit. Mirëpo, sa vite kanë qenë të gjitha studimet së bashku i nderuar në Kairo? Në Kairo nuk kanë qenë shumë, në Kairo kanë qenë 2 vjet, sepse ne në vitin e 2 zbuluam që diploma jon, diploma shqiptare, diplomat e shkollave të mesme në Shqipëri, nuk mund të funksiononin, nuk pranoheshin në Universitetin e Azharit. Arsyeja ishte sepse Universiteti i Azharit e kishte kusht që duhet të ishin diploma medreseje, siç e kishte medreseja e Prishtinës apo medreseja Isabeut e Shkupit që kanë qenë. Dhe diplomat tona normale, pra si diplomat të themi që quhen shkencore ose janë, nuk pranoheshin në Universitetin e Azharit. Dhe nga aty ne pastaj morëm një vendim
dhe aplikuam për bursë dhe na pranuan me ndërhyrjen e një këshilltarit të komunitetit musliman që ishte në Kairo, një njeri i veçantë nga Kosova, me origjinë madje nga Presheva, por është ambasadori i nderuar Beqir Ismaili, me ndërhyrjen e tij dhe me ndërhyrjen e kryetarit të komunitetit musliman atë kohë, Sabri Koçi, ne u pranuam në Jordani në universitet më pas dhe filluam fakultetin në Jordani për të vazhduar dhe për të mbaruar aty. E shikon që Jordaninë e mbaja mend, por që pas kam harruar pjesën e parë të Egjiptit. Mirë dashur, pastaj si vijoi jeta jote? Studimet në Jordani kanë qenë sa vite gjithsej, të lutem më ndihmo? 4 vite. Pra, 2 vite në Egjipt, në Kairo, 4 vite në Jordani, bëjnë 6. Pastaj çfarë ndodhi me ty? Pastaj me mua. Pastaj fillova ishte kur mbarova shkollën ishte 97, se duke qenë studenti i parë që kishte mbaruar studimet për shkencat islame. Dhe pastaj ishe i detyruar që të qëndroje në Jordani apo në një shtet tjetër? Jo, atëherë ne kishim në plan të ktheheshim në Shqipëri. Kuptohet. Ishte 97 në Shqipëri dhe duke qenë 97 familja na kërkoi që motra ime dhe 4 vajzat të tjera, të cilat për mua u kthyen si motra dhe ato. Patjetër, pa diskutim. Familja mori vendimin që vajzat ta shtynin një semestër shkollën. Unë mbarova në kusht të 97-s, kurse motrat do ta kishin mbaruar, por me insistimin e familjes u vendos që ato ta shtynin një semestër dhe kishin një lëndë, e mbajtën sa për të qenë student. Dhe unë ndërkohë regjistrova masterin në Liban. Është kolegji Imame Auzai për studimet islame dhe regjistrova masterin aty. Regjistrova masterin dhe kam kryer aty 2 vite, 2 nivele të shkollës, jo 2 vite, po 2 nivele, se ajo universiteti e kishte kusht për masterin kaloje në 3 nivele. Niveli i parë ishin lëndët, kishte 12 lëndë. Niveli i dytë ishin 4 kolegjume të mëdha ose tema parapërgatitore, para se të përgatisje disertacionin, sepse disertacioni pastaj kishte çështjen vete, që kërkonte kohën e tij dhe ishte goxha më i gjatë. Pra kishte 3 hallka. 2 hallka i kreva atje, pastaj për ta mbrojtur diplomën më pas e mbrojta në Kairo, por arsye se ne sërish u riktheu në Egjipt, okay. Po ktheva në Egjipt në vitin 2000 pastaj dhe atje pastaj dash disa provime plotësuese. Dhe mbasi dash disa provime plotësuese, të cilët aty dhe mora dhe mbrojta diplomën e masterit, po për studime islame, mbrojta në Egjipt pastaj. Ka qenë, me thënë drejtën, edhe atje një eksperiencë goxha e madhe dhe e mirë, drejtën. Burimet të tjera konfidenciale bëjnë me dije. Studiues ka studiuar për gjuhë arabe, siç e thej, në Kairo, që jemi tik të dy së bashku, studiuar jurisprudencë islame dhe histori në Jordani, tik, që e kemi përmendur, master në Kairo, tani, bachelor, master, drejtësi në Tiranë, nuk ma the, të lutem më ndihmo. E shikon që burimet konfidenciale janë shumë të sakta, të lutem më ndihmo, kur i ke kryer këto studime? Tani, unë shkova me në bazë të një kronologjie, po themi kohore, sepse ato kanë filluar ato që kisha kasave që mos më harroj, pa përmendur edhe këtë. Jo, nuk i kam harruar, por janë në aspektin e një studime të cilët janë nga 92 deri në 2000, ato përmendëm. Kurse pjesa tjetër, pastaj ato i kam bërë në Shqipëri, në një universitet privat në Shqipëri, kam bërë bakalorës në 3 vjet në pjesën e jurisprudencës dhe masterin shkencor po ashtu, po të njëjtën fushë. Por në fushën e jurisprudencës, dhe kanë qenë edhe ato 5 vite goxha aktive me. Pa diskutim. Bledara, nuk të ndoi ideja që ti të vazhdoje jetën në Jordani, në Liban, në Kairo, në Egjipt dhe u ktheve? Si u ktheve? Sa e vështirë ishte kthimi, sepse ti tashmë ishte ndër ato personat e suksesit në shkollë, jo vetëm në një shtet, po në disa shtete, dhe ti s'kishte asnjë lloj problemi në askund tjetër, por që të ktheheshe në Shqipëri, ishte e vështirë për ty, ishte entuziazëm, kishte ndonjë problem, ishte e mirë planifikuar, e mirë menduar, apo çfarë? Atëherë,
fillimisht, po ju them që një shkodran si puna juaj, më bëri që ose ngulmoj që të kthehesha në Shqipëri. Unë kisha një plan tjetër realisht në fillim. Ish dekani i fakultetit ku unë isha në Jordani, ai pa të marrë leje pune quaj dhe jepte në mësim në një nga universitetet e Emirateve të Bashkuara. Gjatë vizitës që pa të bërë, pra unë isha akoma në atë periudhë Po shkodrani nuk na thej, do e thuash apo nuk do e përmendësh? Ja, një minutë lutem. Dhe ai dekani i fakultetit më siguroi një vend pune në Emiratet e Bashkuara pra një shtëpi botuese. Dhe mirë po, ai ishte koleg, dekani i fakultetit tonë ishte koleg me një shkodran, me një profesor të njohur, Vebi Gavoçi. Dhe ato figurat e shquara. Duke pirë çaj të dy së bashku aty, i thotë, dëgjoj, thotë profesor, se megjithëse ky ishte profesori jon, Vebi Gavoçi ishte profesori i tyre. I thotë profesor, thotë, do të kemi një mik të veçantë, thotë, mas disa ditësh. Thotë, kush është? Është Bledari, thotë, që ka qenë nxënësim në Jordani dhe njëkohësisht thotë i njohuri juaj. Thotë Bledari tha që ka mbaruar shkollën, do vinë në Emirate? Po i thotë i kanë bërë kontratën e punës, i ka dalë viza, pra ishte çështje ditësh për të udhëtuar. Ai merr telefonin, edhe më bën telefon dhe më thot, Bledar do vish? E thash po. Bledar tha, dëgjoj, një fjalë. Si ty, tek arabët ka shumë. Por vendi jot si ty, sot për sot nuk ka dhe do ketë pak për shumë vite të ardhshme. Kaq ishte fjalia e tij. Kishte bërë 2 telefonata më pas në diku njerëz të njohur në Ministrinë e Brendshme dhe i kishte thënë të anullohet viza atij personi, sepse familja kërkon që ai të shkojë në Shqipëri. Pra, të anullohet viza jo për shkak precedenteve, por për shkak sepse familja kërkon që ai të shkojë në Shqipëri dhe më njoftuan pastaj nga ambasada e Emirateve Bashkuara në Jordani dhe thanë që viza juaj është anulluar. Dhe u ktheva në Shqipëri. Si është shpreha më mirë i pari i fshatit se i fundi i qytetit apo jo? Normalisht që tani kemi realist në atë periudhë, në fundit 97-s, gjendja ekonomike në Shqipëri dhe siguria. Patjetër, njëkohësisht, po. Ishin në nivelet më të ulta që timi në këtë. Timi realist, po. Timi realist. Këtu përveç nënës time që punonte në atë kohë, që ishte ndihmësmjeke në spital, babai ishte pa punë, çfarë mund punonte diçka, sepse nga ndërmarrja ku që mbyllur, pra kishte arritur mbylljen edhe ishte në moshë as nuk e preferonin, po ishte mbi 60, nuk e preferonin më që të ishte në punë. Pra shumë ato pak ndërmarrje, po themi, jo ndërmarrje, po ato pak biznesi që funksiononin në atë periudhë, pra nuk preferonin që të kishin një 60 vjeçar, po themi, po donin më të ri dhe që në atë periudhë kishte me bollek. Kështu që dëshira jonë ose e imja dhe e familjes ishte që të krijonin një bazë ekonomike të qëndrueshme në mënyrë që pastaj na shërbente të gjithëve. Por dhe Zoti që u kthyem. Po besoj i dashur Bledar Myftari ju ka shërbyer gjithmonë sepse një kënaqësi e veçantë që të kesh një djalë si puna jote dhe një vajzë si jeni, të dy të shkolluar jashtë shtetit, të dy në ekselencë në çdo vend që keni studiuar. Kështu që është e krenari dhe privilegj për prindërit e tu të mrekullueshëm, por edhe për bashkëshorten tënde të mrekullueshme, që unë e përshëndes fort në këto momente. E dashur, përshëndetje dhe mos thuaj që nuk të përshëndetëm. Tani do dalemi pikërisht e bashkëshortja. Do na tregosh pak nga historia jote e dashurisë një orë. Kështu shkurtimisht, unë e di që do e përmendësh vetëm pak, ashtu do e respektoj mendimin tënd. Vendimin tënd. Ne kishim qenë komshi, po nuk e kishim ditur. Komshi në Tiranë apo në Jordani, në Egjipt apo ku? Jo, në Tiranë, nuk se është nga Tirana, është Tirana se 100%, pak më shumë se sa unë 100%. Dhe nusja është Tirana se 100%, është në vija erore, nuk është më shumë se 250 metra larg shtëpia e prindërve. Po si u ngjitët, si u pat, ku u pat, si ndodhi, tek ndodhi, qysh ndodhi? Një kushërir i saj dhe një miku im i ngushtë na takoi diku për një çaj dhe
Mirë po, ai shërbeu vetëm herën e parë që pim çaj me të dhe herën e dytë pastaj nuk e donim më ta kishim në mesin tonë. Jo, kuptohet, më se natyrshëm tani të lutem tani. E kreu misionin e vet ai. Herën e parë ne u pam dhe Edhe kaq. Baco kry. Jo, nuk themi paco kry, pati atë periudhën e njohjes. Sa vite ishte periudha e njohjes? Po, njohjes. Ne patëm kështu që pa e obliguar njëri tjetrin, pra në mënyrë që të njihemi njëri tjetrin duke ruajtur gjithë distancat dhe normat e duhura. Bravo. Duke ruajtur, pra duke pasur takime, po themi, në vende publike, duke diskutuar dhe u përpjekur të njohim njëri tjetrin dhe ka zgjatur kjo me ato diku 5-6 muaj. Okej. Pastaj keni realizuar, Bledar, keni realizuar një fejesë tradicionale, martesë tradicionale, apo çfarë? Apo të gjitha bashkë keni? Jo, ne kemi ndjekur hap pas hapi, në këtë pjesë nuk kemi qenë nxituar dhe familjet, unë personalisht e kam pas parimin t'ia lej në dorë prindërve në mënyrë që të marrin kënaqësinë e duhur ndaj fëmijës tyre, që isha unë në këtë rast. Ja kam lënë të gjitha mundësitë pra në aspektin që pim kafet e vogla, pim kafet e mëdha. Kafet e mëdha. Edhe kërcyen. Ç'na kujtove tani? Kërcyen, pra kafet e vogla ishte kur ne shkuam dhe kërkuam në Gocën, vetëm familja ngushtë, ne 4 veta, pra se që ishim unë, motra, nëna dhe babai. Shkuam e kërkuam, ato quheshin kafet e vogla. Edhe mirë po unë nga që për shkak të punës dhe pozicionit më fjalë kisha martuar shumë njerëz dhe nuk isha i turpshëm, të jem realist. Dhe të kujtoj një histori. Kishe martuar shumë njerëz, çfarë do thotë kjo? Atëherë, sepse krahas celebrimit të zyrtar që bëhet në bashki, që është lehtërim, është më së normale që ka dhe një rit që i cili plotësohet, pra në ana islame ka një rit i cili plotësohet dhe quhet nikah ose procedura martesore islame. Dhe unë duke qenë në pozicionin tim si hoxh, si mësues i fesë, si myfti, pra si drejtues fetar, kam martuar shumë njerëz, kam kryer ceremonitë fetare shumë njerëz. Se ma the kështu kam martuar shumë njerëz, si na erdhi kështu, wow, kam martuar shumë njerëz. Po, kam martuar, them realisht një 200 celebrime duhet i kem bërë në këtë formë. Mos thuaj më, 200 do t'jetë minimumi, patjetër. Dhe mbaj mend kur shkova tek familja e zonjës time, atje mbaj mend se ajo nuk kishte marrë nëna e saj ato llokumet e mëdha, dhe nusja nuk pa i hante dot, ishte shumë i madh. E më tha mua, ta hash edhe timin, dhe tash bjeremi, tash se hajo. Po bjere, bjere. Jo, po, çështja ishte se ato zonjat e fisit aty po shikonin tani reagimet e dhëndrit. Qa po bën ai, qa po bën? Qa po bën. Edhe ta dhëndri s'pas ka turp fare. Kuptimin që si ka turpshëm. Tash unë kam martu 200 veta, kam turp martu. Po që po martoj veten unë. Mirë i dashur Bledar. Të lutem, kam dëshirë të ndalem në këto momente shpejt tek momenti i të qenurit baba për herë të parë, për herë të dytë, për herë të tretë. Emocioni si do na përshkruash? Ai dallon dashurinë ndërmjet njëra tjetrës? Sa e vështirë është për ta dalluar? Ti filloj me radhë, të jesh prind është dhuratë nga Zoti. Patjetër. Ka njerëz të cilët në forma ndryshme janë sprovuar, të jesh prind dhe ti kesh fëmijë e shëndetshëm, kjo është akoma më begativ. Pra ti jesh prind është begativ dhe ti kesh të shëndetshëm, është akoma më begativ. Është akoma më shumë. Pra, duhet ta ndjesh veten shumë të privilegjuar po ta krahasosh veten me shumë njerëz të niveleve të ndryshme të sprovave, dhe unë personalisht jam ndier shumë veçantë. Fëmia e parë që diçka nuk e shpjegoj dot, ishte një ndjesi ku njeriu nuk fliste dot, vetëm se ajo e brëndshmja e tij, fjalë vetëm se vlonte. Ishte një dëshirë sikur doja t'i thoje gjithë botës, o njerëz, më ka dhuruar Zoti një vajzë. Pra ishte një ndjesi e brëndshme që unë doja t'ia thoje të gjithëve, por nuk shprehasha dhe përpiqesha të isha sa më i ngurtë dhe sa më ashtu se kisha frikë se më tradhtonin emocionet. Ishte një emocion i veçantë. Pastaj ishte edhe pak stres sepse
kaloi me operacion cezarian dhe në zonja dhe pa e planifikuar, po ashtu ndodhi. Ashtu ndodhi, po. Ashtu ndodhi dhe mjeku mori vendimin, tha, e kemi për të tyrë, tha, ta bëjmë, duhet ta bëjmë. I dha kohën e duhur, por nuk ishte e mundur, dhe ajo që një stres në vete, sepse normalisht nëna e fëmijës është shumë më i rëndësishëm, pa ardhur fëmia në jetë është shumë më i rëndësishëm. Në momentin që shpëton pastaj është e veçantë. Është dhuratë, kjo kuptohet. Tjetër dhuratë ajo pastaj. Si do na përshkruash tani dashurinë e dytë, dashurinë e tretë? Pra se ne duhet ta themi që ti ke 3 mrekulli, ti ke 2 vajza, 1 djalë. 3 vajza. 3 vajza. Hajde te djali tani. E ngjalla unë. Jo, e mirë presim, po mjekët na kanë thënë që është nga që të treja kanë shkuar me operacion dhe është pak e rëndë. Kur. Sepse është një zot athilar që vendos për gjithçka. Jo, është pak e rëndë në aspektin logjik njerëzor. E di se çfarë thua, po jetës nuk i dihet. E mirë presim apo jo? Po erdhi mirë pritur. Patjetër. Në dëshirën time personale ka qenë kur kam njohur zonjën, i kam thënë dëgjoj. Imagjinoj. I kam thënë, nëse do na japi Zoti, unë kam dëshirë 5 fëmijë. Kjo ka qenë dëshira ime. Pa e ditur, fare, i kam thënë. Nuk i dihet. Mirë dashur, na përshkruaj dashurinë e parë, të dytë dhe të tretë. I dallon fillimisht, e arrin me ndjesinë tënde që ti dallosh si baba, apo nuk arrin dot? Unë falenderoj Zotin, më ka bërë që jam rritur me këtë ndjenjë faktikisht, por nuk i dalloj fëmijët. Përpiqem secilës t'i jap vendin e vet, por duke pasur kujdes sepse çdo njeri është i ndryshëm, edhe fëmijët janë. Patjetër. Me cilën nga vajzat je më shumë i lidhur, më shumë afër? Tani që më mirë kupton me lëvizjen e syve, më mirë kupton e madhja. Vajza më e madhe ndoshta. Po, ajo më mirë kupton me lëvizjen e syve. Po ka dhe një gjë që unë e kam vënë re tek vetja, po dhe tek prindët përgjithsisht, dhe tek miqtë e mi. Tek fëmia e parë kur bësh prind, ato secili prej prindëve përpiqet të arrijë të maksimumin, kërkesën e llogarisë në maksimum. Në gjithçka, po. Në maksimum. Dhe kur vjen tek tjerët, pastaj vetveti fillon dhe toleron nga pak. Dhe ndoshta ai presioni i madh që ne kemi pasur moralisht ndaj vetes, por edhe asaj trysnie që i kemi ushtruar në këtë rast, ka bërë vajzën që të jetë shumë më e kuptueshme, kuptimit na kapi më shpejt, të jetë më fleksibël në thitjen e mendimit që unë dëshiroj për shembull. Dhe ajo ka atë këndvështrim, kurse të tjerët e marrin më se thonë janë më shok me ta. Një më shok. Bledi, po e gjejnë atë Bledin e mirë tek njëra, tek tjetra, Bledin me durim, te ky baba Bledi është i baba i sert vetëm për fëmijën e parë dhe për të tjerë është pak më si ndoll. Kjo do na tregosh që vajzën e parë e keni shumë mbyllur, pastaj të tjerët i keni lënë kështu fritëm apo jo? Jo mbyllur, mos keq kuptohemi, nuk ka qenë mbyllur. Ka pas kërkesë llogarie shumë të madhe. Shumë të madhe. Për të dytë ka vijuar kërkesa llogarisë edhe tek e dyta dhe tek e treta. Por sepse ndoshta edhe ne fillojmë me piqemi, njerëzit fillojnë. Edhe ne fillojmë me piqemi. Ti jemi realist, ka një gjë, edhe ne fillojmë me piqemi, që do të thotë që fillojmë dhe reflektojmë. Mos ndoshta nuk e kemi pasur mirë. Është një thënie e një prej njerëzve të quar të njerëzimit, Omer ibn Hatabi, thotë mos u përpiqni t'i bëni njerëzit si vetja. Ata janë të një njerëz të një kohe tjetër dhe ju jeni njerëz të një kohe tjetër. Shumë e vërtet. Kjo është më realist. Bledi, të lutem më ndihmo pak. Ashtu siç ke qenë, siç je ti i suksesshëm në shkollë, në punë, arritje në karrierën e gjithçka, bashkëshortja jote punon diçka shumë interesante, edhe vajzat e kanë këtë ndjesinë të mësuarit, të qenurit lider, të qenurit të suksesshëm si nëna, si babai, si halla, e kanë këtë ndjesi, janë duke u rritur në gjurmët tua? Po, me thënë të drejtën, deri tani se. Deri tani me vonë s'dim. Vajza e madhe është ekselente,
është sa bukur. edhe është i përfshirë dhe në pjesën e ekselencës pranë Bashkisë Tiranës dhe bashkëpunët ekselente. Vajza e dytë është në nivelin që ka dhe nënta. Ka dhe nënta. E para nuk ka nënta. Okej. Po e treta? E treta, nënt kanë vetëm nëse do. Nëse do. Kjo Nëse që ka shumë kështu kjo e treta. Jo, ajo është nëse don ka nënt, nëse nuk don nuk ka nënt. Nuk ekziston nënta por ne i kemi nëse duam dhe nëse nuk duam. Më pëlqen shumë. Ti kesh me jetë me shëndet, Zoti ju ruajtë, ju bekoft 3 mrekullitë tua, edhe t'jenë suksesshëm si nëna, si babaj, si hala, por jo vetëm, se këto persona njohun, të tjerët nuk e di, por që besoj patjetër edhe të suksesi i të afërmve të tyre. Mirë i dashur, kam një tjetër listë suksesësh në jetën tënde, do i lexoj shpejt e shpejt në mënyrë që mos të harrojmë asnjë. Ku kemi ngelur. Pikërisht gjatë asaj periudhe që diskutuam pak më parë, ti ke qenë edhe redaktor i gazetës Drita, mësues në Medrezën e Tiranës, ligjërues në xhamitë e Tiranës, nënkryetar i komunitetit musliman të Shqipërisë, mëftiu i Tiranës. Pra, kemi shumë tjera për t'i lexuar, të lutem me lejo t'i lexoj shpejt e shpejt. Redaktor dhe përkthyes i librave të ndryshëm, autor i shumë artikujve nëpër gazeta të ndryshme, figurë publike patjetër, gjithmonë. Drejtor i një kompanie karburantesh e tjerë që për efekte reklame nuk mund ta them emrin, të kërkoj ndjesë. Drejtor i një tjetër kompanie shumë të fuqishme në anën e marketingut, disa menaxher përgjithshëm i një tjetër kompanie të cilën sërish nuk mund ta përmend, tani merret me biznes familjar, tashti edhe diçka tjetër. Ti vazhdon dhe je ligjërues në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Tani, përveç se reklamës që nuk mund t'i përmend emrat, tani kemi harruar diçka pa marrë nga informacionet konfidenciale, apo i kemi kryer me sukses? Këto janë, por megjithatë ne nuk i bëjmë reklam, sepse një pjesë e kompanive tani, po themi, nuk janë më në treg. Okej, nuk e dija, më fal, kërkoj ndjesë, nuk e dija nëse ekzistojnë apo jo. Është problem, por pra jeta ime ndahet në dy fusha, po themi. Njëra fush ka të bëj me profesionin ose me drejtimin tim të parë, si juristi çështjeve islame dhe mësuesi i islamit, dhe këtë e kam praktikuar dhe vazhdoj ta praktikoj. E kam sot e kësaj ditë pjesë të jetës time, pavarësisht se në periudha të caktuara më pas u shputa nga ana institucionale, u shputa nga pjesa e të qenurit juristi çështjeve islame dhe asnjëherë nga ana shpirtërore. Jo, edhe veprimtaria. Vazhdoj që të kem veprimtari të tilla kudo, qoftë në Shqipëri, në territoret shqiptare, apo në shtetet që përfshin territoret shqiptare ngjitur me ne, kudo qoftë në rajone më gjerë, në Maqedoninë e Veriut, apo dhe në vende ku ndodhen shqiptarë, si në Zvicër, në Gjermani, në Austri, kudo që ka shqiptar, gjendem shpesh për aktivitete ndryshme, qofshin këto aktivitete kombëtare, siç ka qenë për shembull 105 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, ku patëm një aktivitet të madh në Hamburg, apo qoftë diku tjetër, në vende tjera, në xhamia të ndryshme, në qendra të mëdha kulturore, në parësi të ftesave që vinë në periudha të ndryshme kohore dhe marrim pjesë në to, apo në konferenca ndërkombëtare, qoftë në Kairo, apo qofshin në Xhida, apo në Medina, apo në qytete të tjera, në vende të ndryshme, ku kam qenë. Mbaj mend në Kairo kam qenë në një konferencë për ndikimin e arabishtës në gjuhën shqipe. Ka qenë aty kam mbajtur edhe një temë, pikërisht me këtë titull, ndikimi i arabishtës në gjuhën shqipe, ku një vend veçantë ka pasur po një shkodran i juaj, Tahir Dizdari. Ka pasur këto shkodran ton, ç'a ti bëjmë tani? Jemi, s'kemi ç'a bëjmë. Atëherë, pa dash t'ju bëjmë elozhe shumë, por nga Shqipëria jonë reale, vetëm Shkodra ka ngelur si qytet bastion i kulturës. Shqipëria jonë reale. Mua më vjen mirë nga njëra anë dhe më vjen keq nga ana tjetër, t'jemi të sinqertë. Vetëm Shkodra ka ngel nga
po themi, pa dash të ofendojmë dhe të Absolutisht, në mënyrë absolute që jo. po t'i marrim për shembull që ne kemi Kuksin, por Kuksi ka qenë gjithmonë në varësi të Prizrenit. Ne kemi Peshkopin, por gjithmonë ka qenë në varësi të Dibrës. Ne kemi Gjirokastrën, por gjithmonë ka qenë në varësi të Janinës. Pra ne kemi Korçat edhe këto, por që gjithmonë ka qenë në varësi të Manastirit. Dhe po ashtu Shkupi njëkohësisht që është në kryeqendër vetvete. Sepse Janina në 1917 po të shohësh mediat amerikane gjithmonë e kanë thënë që Janina ka qenë kryeqyteti i Shqipërisë në 1917. Pra, kryeqendrat reale të shqiptarisë duke përjashtuar Shkodrën e gjitha janë jashtë kufive administrativ të sotme të Shqipërisë. Jashtë kufive aktual, po. Administrativ, prandaj tash, kufive administrativ të Shqipërisë. Dhe prandaj tash Shkodra është e vetmja që na ka ngelur. Që ka ngelur, ashtu është. Mirë i dashur, vijoj më tej, unë të falenderoj shumë fort për gjithçka të treguar deri tani me shumë sinqeritet, me shumë detaje. Do ndalemi pak pikërisht tek menaxhimi i situatave të ndryshme që ti ke në jetën e përgjithshme. Pra, ti je një familjar perfekt, je një besimtar perfekt, je një bashkëshor perfekt, je një baba perfekt. Tani si menaxhon këto situata, këtë perfekcion që ti pasqyron në jetën e përditshme, si i menaxhon? Ku e gjen kohën për bashkëshorten, për fëmijët, për islamin, për punën, për biznesin familjar, për korporata, për bashkëpunime kombëtare, ndërkombëtare etj. Të lutem na trego sekreti i cili është i të gjitha këtyre gjërave të njëpasnjëshme, shumë prej tyre në të njëjtën kohë, por menaxhimi i tyre është perfekt pikërisht nga ana jote. Tani sekreti, të lutem. Është besoj tek zemra e madhe e nënës time dhe e bashkëshortes time. Nënën e përshëndes fort edhe e pull fort. Faleminderit, nderuar. Ato janë ato që më mbulojnë. Pra ka raste kur duhet të jem unë që ta bëja një punë dhe e shoh që nuk e realizoj dot dhe e merr nëna pavarësisht moshës, e merr nëna përsipër ta bëj. Nganjëherë pa na thonë fare, vetëm kur thot mos u londhi për këtë, mos kërkoni, pra mos u përpiqni të shkputeni prej atje ku jeni sepse e kam bër. E quan e kam bër. Pra kështu që është zemra e madhe. De facto u krye. U krye edhe dhe e zonjës me fjalë. Këto të dy janë nuk e di, në këto momente kemi një shkputje të vogël, nuk e di se çfarë ndodhi, duke shpresuar që jemi sërish në studio. A jemi këtu së bashku? Okej, faleminderit. Mos më la zemra, thash, mos o zot. Mirë. Jemi, pra, po them që po duhet ta themi Bledar që është nëna dhe nusja, bashkëshortja, janë të cilët më mbulojnë dhe më ndihmojnë që të plotësoj veten. Po, por që nuk duhet harrojmë asnjëherë që nga diaspora, nga emigrimi, nga përte kufive kemi motrën. Besoj që këtë po thoshte edhe Bledari. Bledar, nuk e di, më dëgjove atë që sa po thash? Jo, vetëm nga diaspora, emigrimi, por nuk e dëgjova fjalinë. Kemi motrën, pra, në shtëpi, në Shqipëri, kemi nënën dhe bashkëshorten që janë non-stop për të suportuar, për të ndihmuar etj, ndërsa nga diaspora kemi motrën. Tani, motrën e kemi sa herë që më duhet të lëviz diku në një periudhë. Po, motra. Motra detyrohet të shkreta të lej punën dhe familjen dhe të vi të gjendet pranë familjes time. Patjetër, gjithmonë, as nuk e vëmëshim fare. Ka një gjë, ne askush nuk mund të jetë i plot. Absolutisht, vetëm Zoti është perfekt, ne kemi thënë gjithmonë atë. Edhe ne normalisht në jetën tonë, edhe unë edhe kur do tjetër besoj, por pa e përgjithësuar këto, kanë ato mangësitë e veta në jetën e vetë përditshme, sepse para njeriu s'është i plotë, e dyta s'është i mundur të jetë gjithkund. Nuk është i mundur të jetë gjithkund. Dhe prandaj dhe një familje e shëndetshme, një familje me baza dhe një familje ku respektohen njerëzit me njëri tjetrin, një besoj se ato shërben si premisa dhe si një start për me qenë njeriu i mirë dhe i suksesshëm në jetën e vet. Bravo, halal qoftë. Bledar,
cila është një ditë e jotja aktuale. Pra, përveç atyre të gjitha profesioneve, kualifikimeve që i kemi përmendur, duke shpresuar që s'kemi harruar ndonjë, pa diskutim që do të kemi harruar një 10, po duke shpresuar që s'kemi harruar, tani do na tregosh diçka aktualisht me çfarë po merresh, cila është një ditë e jotja normale e përgjithshme, duke veçuar pastaj do të ceki muajin e madhërueshëm të Ramazanit, por në të përgjithshmen tënde me çka merr, si angazhohet, çfarë bën konkretisht Bledar Miftari? Atëherë, dita fillon me faljen e mëngjesit, që është falje e 5 kohëve dhe fillon me faljen e mëngjesit dhe pastaj fillon rutina përcjellin fëmijët në shkollë. Okej. Dhe më pas shkoj në punë, kemi një biznes familjar, shkoj në punë dhe shoh se si shkon situata, çfarë duhet, merr me menaxhimin e tij. E kam qartë, po. Dhe po ashtu edhe me dokumentacionet ligjore që duhet të jenë të gatshme në rast kontrolli, se mund të mos jemi aty kur ka kontrolle. Dhe më pas nëse unë punoj dhe me kontrata, po themi, ose si konsulenti jashtëm me kompanitë huaj, të cilat kur duan të vinë në Shqipëri, kërkojnë informacione, në fjalë rreth dokumentacionit që i kërkohet nga shteti, ku mund të plotësohen të dokumentacione, se lista e dokumentacioneve është ndonjëherë mund duket e thjeshtë, merret nga website-i një ministrie apo një drejtorie, por pastaj duhet të orientohen se me fjalë kush janë institucionet që merren me plotësimin, ku nxirren, si nxirren këto dokumentacione, këto leje përkatëse, qofshin leje mjedisore, qofshin leje qëndrimi etj, po. Jo, leje qëndrimi me shtetin nuk merremi me këtë pjesë. Jo, kisha fjalën që ti orientosh, kuptohet që merret shteti, por kisha fjalën që ti orientosh personat. Dhe pastaj pra, nëse kemi kështu, merrem me pjesën e ndjekjes së procedurave, konsulencës me ta, dhe që përgjithsisht janë kompanitë huaj. Më pas, nëse ka hapësirë ndjek procedurën e kthimit fëmijëve në shtëpi, nëse nuk ka, është nëna që e plotson. Është nëna që e plotson ato. Nëna, s'kemi, nëna pikë mbaro. Dhe kjo, po themi kështu, e njëjta rutinë pastaj, nëse mbarojmë më herët të kthehemi në biznes, rishikoj edhe një herë se si funksionon, çfarë ka ecur, si nuk ka ecur, çfarë duhet bërë, dhe besoj rreth orës 4:30 kthehem në shtëpi. Tu pastaj marr dhe çoj fëmijët në kurs, se kanë kurse. Çoj fëmijët në kurs, dhe i pres edhe gjersat dalin, pastaj në atë periudhë ka ardhur dhe bashortja, fillojmë dhe ham drekën. Drekën e darkën bashkë. E keni bërë pak a shumë edhe ju kështu si puna jonë të ndej. Po, që kur kanë qenë studentë kanë pas këtë rutinë që drekën gjithmonë e kam ngrënë vonë. Se kur ishim student në Jordani, atje kishin një sistem, Jordania ka sistemin arsimor si Shtetet e Bashkuara. Atje nuk funksionon e para me vite shkollore, atje funksionon me lëndë, me kredite. Pra, në një semestër ke nga 4 deri në 6 apo 7 lëndë maksimumi, dhe i mbaron të lëndë dhe nuk i përsërit më. Dhe mund të qëllonte që në periudhën që ishte koha për të ngrënë drek, ne kishim leksione. Dhe mund të dilnim më ora 4-5, dilnim nga mësimi, dhe pastaj u bë rutinë e jetës. U bë rutinë e jotja, e kuptoj. Që unë ditën e filloj me një kafe, dhe pastaj gjëja e parë që e ha, pastaj është kur ha drekën me bashortën, pastaj rreth orës 5:46. Bukur më pëlqen. Nëse kemi mundësi pastaj, nëse nuk ka shumë angazhime me fëmijët, pasi ham drekën, pyesim fëmijët çfarë keni, çfarë detyrash, a kemi nevojë për ndihmën tonë, a ju duhet suport? Nëse po, merremi me ta, nëse jo, marr zonjën dhe pini kafe, dalim shëtisim nga pak. A të marrë shatë keqen, he? Sa më pëlqen si e thot me lezetin më të madh. Tani ka një gjë. Merë zonjën. Kaloje mirë me zonjën gjithmonë. Është pjesë e jetës. Pa diskutim. Sepse vajzat do shkollohen, do ndjekin jetën e tyre, kështu që në fund të fundit Bledari dhe zonja do t'jenë.
Se pastaj ato i kemi të rahatuara në përbot, apo jo? Apo i ke idenë që vajza do t'i mbash në Shqipëri? Si i ke planin? Po t'i dali fati. Okej. Mirë i dashur, shpejt e shpejt do ndalemi tani, sepse ti sapo më tregove që gjatë ditës tënde, gjatë një dite tënde normale, nuk është se ke ndonjë problem shumë të madh me të ushqyerin. Kështu që besoj që kjo të ndihmon në një mënyrë apo në një tjetër dhe besoj që ti e ke më të lehtë se dikush tjetër agjërimin. Tani kemi sa ka data sot, pra kemi diku 20 e sa ditë që ne kemi filluar muajin e shenjtë të Ramazanit që nga data 1 mars. Tani më trego pak sa e vështirë është për ty konkretisht dhe sa është e vështirë për besimtarët në përgjithësi. Për ty besoj se është shumë e vështirë? Për mua personalisht jo. Arsyeja unë kam filluar herët. Jo aq sa ime motër ka filluar që 7 vjeçë. Unë kam filluar Kur ka qenë agjërimi yt i parë, e mban mend? Agjërimi im i parë i plot ka qenë rreth vitit 88. Wow, bravo. Ishte koha e sistemit atëherë, por ne kishim ka filluar si proces tek jeta jote. Me ditë, sidomos natën e 4-it, ka filluar pak më herët, ka filluar që në moshën 13-14 vjeçare. 15 vjeçare. Më fjalë, para qenë rreth vitit 84, në mos gaboj, ka qenë me natën e 4-it agjeron, deri në 87. Në 88-ën e kam agjëruar pastaj, ishte muaji i parë ose viti i parë që agjëroja gjithë muajin. Dhe prej atëherë është pjesë e jetës tonë, më fjalë, është normale, më fjalë, është kthyer në një normalitet që ti jemi realist. Është për mua shumë e lehtë, sidomos kjo periudhë kohore për të cilën flasim. Po për një besimtar i thjesht, është kështu si për ty, pak a shumë apo krejt ndryshe? Atëherë, në periudha të ndryshme kohore është ndryshe. Pse? Tani po e marrim për shembull ne Ramazani ka filluar me 1 mars dhe mbaron me 30 mars. Është periudha ku nuk është shumë ftohtë, nuk është shumë nxehtë. Është një kohë shumë e mirë, shumë e përshtatshme. Dita, po themi, dita nuk është e shumë e gjatë, prapë në ora 6 tani ka qenë iftar, me orën tonë. Që unë të kërkoj ndjes që ti se ke qelë iftarin akoma, vetëm për hatër timin dhe për hatër gjithë teleshikuesve që po na ndjekin, të kërkoj shumë ndjes. Është kënaqësi. Dhe pra themi që kjo periudhë kohore, pra periudhët kohore që janë të lehta për të agjëruar, është më së normali që janë të lehta si për mua qoftë edhe për këto. Kurse periudhat të më të vështira janë periudha gusht korrik. Këto janë periudhat më të vështira, për arsye sepse dita është shumë e shkurtër, nata është shumë e shkurtër. Dita shumë e gjatë. Dita shumë e gjatë, i bie që agjëron nga ora 3 e natës, 2:30 madje. E mëngjesit, po. E mëngjesit deri në orën 9 të darkës. Jo që në pikun e vapës ku temperatura shkon 40 e sa gradë, sidomos për ato që janë në punë, por edhe ato që janë punë në kputën, sepse vetvetivo dehidratimi bën vetëm. Dehidratimi se s'ka as uji që është jetësor. Pikërisht sepse agjërimi konsiston që Mikael duhet mos kesh as asgjë. Për 30 ditë dhe nëse 2 ditë të para e ke nga mungesa ushqimit, ditët e tjera e ke nga dehidratimi. Prandaj them që në periudha të ndryshme ka vështirësi të ndryshme. Ka vështirësi të ndryshme. I dashur Bledar, të lutem më ndihmo. Një musliman i mirë duhet falet 5 herë në ditë, duhet të agjërojë gjithmonë në çdo Ramazan, duhet ketë këto mirësi që i realizon gjatë këtyre periudhave që sapo përmenda apo çfarë? Të lutem më ndihmo kështu në të përgjithshmen. Më ndihmo me informacionin tënd. Patjetër. Për sa i përket agjerimit, agjerimi është obligues, është 1 herë në vit. 1 muaj në vit. Por që dikush mund të agjerojë 1 herë tjetër përveç 1 muaji të Ramazanit? Atëherë, obligues nga Zoti është 1 herë në vit. Është muaji i Ramazanit. Agjerimet të tjera, pastaj të pëlqyeshme, që parapëlqejnë, për shembull, janë ditët e bardha që quhen, janë dita e 13, e 14 dhe 15 e çdo kalendari hënor. Pra kur hëna është 13, 14 dhe 15. Shkencëtarët thonë që kjo pjesë për shkak të pjesës së forcës së rrjetësit të hënës, pra tokës dhe hënës, kjo ndikon në pjesën e metabolizmit të njeriut. Dhe
Kemi një shkputje tjetër dashur miq, duke shpresuar që do e realizojmë këtë intervistë, sepse mua këto intervistat të tilla me Skype më Nderuar, e vendosin zemrën time këtu në dorë. Jemi së bashku. Nderuar, jam këtu, po, të dëgjoj mjaft mirë. Jam këtu në studio, unë nuk iki fare, derisa ta kryej intervistën, unë nuk do iki fare. Ndjes për ndërprerjet, po si duket interneti. S'ka problem, ose ke problem fare. Përveç 3 ditëve të bardha, që është nëse ka dikush dëshirë mund të agjeroj dhe ka të pëlqyeshme, siç është dita e 13, 14 dhe 15 e çdo muaj kënor, që i bën mirë edhe fizikisht dhe fiziologjikisht, po ashtu ka ditë që është pëlqyeshme që janë 9 ditë para Kurban Bayramit, sidomos një ditë përpara, që është dita e Arafatit, por 9 ditë para Kurban Bayramit është e pëlqyeshme të agjërohet. Dita e Arafatit që është një ditë para Kurban Bayramit dhe ato ditë që kur shikojmë në media se si mblidhen axhilerët në Mekë, pra ato nuk agjërojnë axhilerët, kurse ne këtej është e pëlqyeshme që të agjërojmë. Të agjërojmë, po. A ke qenë në Mekë ti je haxhi bledar? Disa herë. Cila është ndjesia? Çfarë këshillon? Kush mund të shkojë në Mekë? Pse duhet të shkojmë në Mekë? Ne që nuk jemi të besimit musliman, unë konkretisht që jam katolike, a më lejo të shkoj në Mekë? Atëherë, ti filloj me radhë. Pse duhet shkojmë në Mekë? Në Mekë ka një ndjesi. Atje është e veçantë për pjesën e veshjes, për shembull. Atje mund shikosh mbretin, kryeministrin, presidentin, drejtorin e madh të kompanive, punëtorin e thjesht pastrimit, këto do t'i kesh me të njëjtën veshje, në të njëjtën rresht, duke bërë detyrat para Zotit dhe gjithë barabartë. Kjo është një ndjesi për t'i dhënë, për të kuptuar gjithkujt që kushdo që t'jesh para Zotit je i barabartë. Bravo, fantastike, mrekulli. Kjo është ky është një mesazh që duhet ta kuptojmë, ai që do ta kuptojë. Kuptohet, natyrisht. Njerëzit janë të niveleve të ndryshme, të dëshirave të ndryshme, dhe nuk është të thonë që bledari shkoi në hax dhe u bë perfekt. Tani zemra e bledarit është e lidhur me Zotin. Nëse bledari përpiqet, sepse thot profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, thot ku shkon në hax dhe i pranohet, bën veprime siç duhet, me pastërti, thot kthehet i pastër nga gabime sikur ditën që e ka lindë nëna, kthehet njëri i pastër. Imagjino sa i pastër kthehet, po. Pra, është në dorën e bledarit dhe kujt do tjetër, pastaj se si do ta mbushë atë fletoren e vet të veprave të mira apo larg qoftë të gabuara, apo për sa kohë që shohim veprime jo të mira në botë, do të thotë që ka njerëz që bëjnë edhe veprime të gabuara. Pra është në dorën e secilit prej nesh pas për ta mbushur. Por haxhi është pikërisht ajo kolpoja e ndryshimit shpirtëror. Pastaj ka edhe një gjë. Xhamia ose themi Ka'bja vetvete është një vend kulti që fillimisht e ka ndërtuar engjëjt e Zotit për njerëzit. Dhe ti je në një vend të cilën Zoti e ka caktuar që ti lutesh atij dhe është një ndjesi po them, ju jap një shembull, para 2 muajsh unë kisha fëmijë atje, bashkë isha me fëmijë. Po, sa mrekulli. Dhe vajza ime qante. E shikonte Ka'ben dhe qante. Edhe më pas nuk e luajta sepse ishte ndjesi shpirtërore, pyeta pse më babën, pse qave? Babi tha, e ndjeva veten që në një vend të cilën është në mëshirën e Zotit, dhe u luta dhe thash, o Zot, më shëro dhe mua. Pra është një ndjesi që e bën njeriu të harroj shumë gjëra dhe t'i kushtoj pak vëmendje më shumë vetes dhe veprave të veta. Jemi këtu, besoj që më dëgjon apo jo? Unë ju dëgjoj. Se e kemi kaluar çdo limit, por ja dhe pak minuta do e kryem shpejt e shpejt. Të lutem u përgjigj kush mund të shkojë në Mekë, një besimtar që nuk është musliman, unë konkretisht, a mund të shkoj dhe si mund të shkoj në Mekë? Atëherë, por në stadin që cilën jemi, unë e di që në Mekë nuk lejon të hyjnë përveç se muslimanë. Okej. Në Mekë dhe në Medinë. Por në politikat e reja me të cilët po ndeshen, unë nuk e di nëse ka ndryshuar ky ligj apo ky nen që ka qenë deri tani, por për shembull për të shkuar atje është shumë kollaj, mjafton të aplikosh online tek një program që është e-viza,
e Mbretërisë së Bashkuar, e Mbretërisë Arabisë Saudite dhe aplikon edhe merr vizën online, pra nuk ke nevojë të ashtu, edhe rezervimet mund t'i bësh online secili prej nesh, pra nuk ka nevojë të jetë i Jo, varur. kisha fjalën, e ka ndonjë kriter, pra kriter të veçantë për të shkuar apo jo? Kto ishte ai pozicionuar. Kriteri që ka qenë kushtëzues është që është vetëm për muslimanët. Okay. Mirë. Tani ligjërisht nuk e di nëse shteti ka bërë ndonjë mi fjalë ndërhyrje ligjore për këtë pjesë, nuk jam në dieni këtë kësaj pjese, por parimisht janë vetëm muslimanët ndërkohë që e kanë detyrim ato që janë musliman mosh rritur. Ato që nuk janë mosh rritur nuk e kanë detyrim. Nëse shkojnë, është gjë e mirë për ta, por detyrim nuk e kanë. Cili do të ishte mesazhi i nderuar Bledar Myftari pikërisht për gjithë besimtarët musliman pikërisht në këtë muaj të madhërueshëm të Ramazanit? Pra, edhe një mesazh në përgjithësi, po pikërisht në këtë muaj të shenjtë kam fjalën. Do të uroja që secili prej nesh, prej besimtarëve musliman, të dalë nga ky muaj me lutje të pranuara, por të dalë nga ky muaj dhe me zemër të ndryshuar, me zemër të përmirësuar, në mënyrë që të jemi ashtu siç ka qenë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, që kur pyetën bashorten e tij si ishte ai, si ishin veprimet e tij, si ishte jeta e tij, ai thonte ishte Kurani i gjallë që ecste mbi tokë. Ne nuk mund sa përshkrim i bukur. Po, ishte Kurani i gjallë që ecste mbi tokë. Ne nuk mund pretendojmë që të jemi në nivelin e tij, por të përpiqemi të afrohemi sa më shumë atij shembullit të lartë të njerëzimit profetit Muhammed alayhis salam. Të jemi të mirë për veten, familjen dhe për shoqërinë. I nderuar, faleminderit shumë pafund. Në këto momente ne do të kemi disa fotografi që kemi përzgjedhur nga një numër jashtëzakonshëm i madh fotografish. Kemi përzgjedhur disa që ne na janë dukur më të goditura. Shpejt e shpejt i ndjekim së bashku dhe njëkohësisht i komentojmë së bashku. Jemi këtu, besoj që do i kemi vetëm pak qaste. Do i përzgjedhim. Janë përzgjedhur tashmë, por që do i ndjekim, kisha fjalën ato që ne kemi përzgjedhur, duke qenë se kemi patur një numër goxha të madh, edhe njëra fotografi më domethënë se së tjetra, që mbart me vetvete mesazhe të shumta, por ja kemi dalë qëllimit edhe i kemi përzgjedhur dhe besoj që i ndjekim pikërisht në këto qaste. Na i ka servir regjia jonë, që unë e përshëndes dhe e falenderoj gjithmonë. Është një përkrahase e jashtëzakonshme imja në realizimin e këtij emisioni prej 7 vitesh tashmë. Shpejt e shpejt i dashur jemi këtu. Kjo fotografi e përzgjedhur është e para. Po. Atëherë këtu jam në një nga xhamiat e Tiranës, duke ligjëruar gjatë muajit të Ramazanit. Okej. Shumë serioz isha aty, këtu pak më trendi, aty shumë më serioz. Tu pak më familjar ambientin ndoshta. Shikoj vetëm vete, nuk e di më kë jam, se nga studio, nga regjia më është dhënë vetëm më del si pamje vetëm vetja ime. Vetëm vetja jote, aty kemi zgjedhur vetëm ti. Atëherë, këtu do të jem në një, po themi, rreth familjar me prindërit e shoqeve tona, të mia dhe të motrës, të cilët kemi qenë së bashku në studime dhe në Egjipt dhe në Jordani, dhe kemi qenë mbledhje familjare. Okej, mirë, shpejt e shpejt kalojmë tek fotot e tjera të përzgjedhura. Këtu kemi. Atëherë, kjo është një fotografi me ish studentët që kanë studiuar në Universitetin e Azharit, nga troje shqiptare, dhe këtu jemi në Prizren në një takim mbas 32-3 viteve. Është bërë vitin. Besoj se do të ketë qenë emocion vete patjetër. Po, kemi realizuar ka personalitetet ndryshme të jetës shqiptare, të trojeve shqiptare, nga ish drejtori i Akademisë Diplomatike të Kosovës pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme, ish kryetari i Këshillit Bashkisë Islame të Preshevit Bojanovcit, kryetari i Bashkisë Islame për Preshevën, ka personalitete nga më të ndryshme të fushave të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, po ashtu edhe këtu në Shqipëri mi fjalë. Okej, faleminderit. Kalojmë tek studio televizive. Atëherë, këtu jemi në Kosovë, në Prishtinë, bashkë me zonjën Besa Ismaili, në një emision ka qenë një emision i përvazhdueshëm me gazetarin Ermir Hoxha,
Dhe këtu jemi në studio në një emision në mos gaboj ka qenë për të drejtat e gruas në mos gabojon. Okej. E ka kaluar. Sepse ti shpesh angazhohesh në intervista, kështu që nuk e ke për problem fare, emocionin, nuk e ke për problem as temën për çka je i ftuar etj që unë të përgëzoj me të vërtet shumë. Kalojmë tek një tjetër foto e përzgjedhur, të lutem. Atëherë, këtu jemi në Shkodër me një shkodran me sheh Shuaib Arnautin, për krasin dhe njeriu i cili na ka hapur dyert e shtëpisë kur ishim në Jordani, në momente kur sheh Shuaibi ka marrë titullin qytetar nderi në Shkodër. I Shkodrës, po. Dhe këtu jam në Shkodër, pikërisht pra pastaj me një pjesë të elitës qytetare shkodrane. Po, edhe me një pjesë të stafit të Myftënisë Shkodër, nëse mos gabojon, se disa prej, po, është e vërtetë, që i përshëndes fort. Janë një pjesë, prandaj thash po, edhe pjesa e Myftënisë Shkodrës janë pjesë e elitës së qytetarisë shkodrane. Faleminderit shumë, faleminderit. Kalojmë tek fotoja e radhës, të lutem, konferencë në Arabi Saudite, seminar, çka është kjo? Jo, ky është një konferencë ndërkombëtare për harmoninë ndërfetare, është organizuar në Kairo. Në Egjipt, që Shqipëria quhet, që duhet ta themi i dashur shpejt e shpejt, që Shqipëria është ndër të paktat vende në botë që harmonia fetare është on top. Besoj se nuk mund t'jesh kaq harmonik sa ne. Faleminderit, kënaqësi e veçantë. Edhe shpejt e shpejt këtu. Ku jemi këtu? Atëherë, këtu jemi në inaugurimin e xhamisë së Fierit, xhamisë së madhe të Fierit. Këtu kemi ish kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, ish gjyshin e kryegjyshatës botërore Bektashiane. Botërore, po. Po, kryetarin e bashkisë apo ish kryetari e bashkisë, po muftiu i Fierit, titullar të ndryshëm të komunitetit musliman, por edhe që të bashkisë, por edhe të trupit diplomatik. Në këtë rast unë kam qenë në rolin e nënkryetarit të komunitetit musliman, kryeministri i Tiranës, ku e bëja edhe atë prezantimin me xhaminë e re, mi fjalë, që ishte një dhuratë për qytetin e Fierit e munguar për shumë vite. Bravo, faleminderit. Kemi diçka tjetër, mos gabojon, apo do t'jemi këtu një ambient familjar? Atëherë, ky është personi, shkodrani juaj, që thash që nuk më lejoj. Shkodrani juaj, po. Që nuk më lejoj të shkoja në Emiratet e Bashkuara. Shumë mirë e ka bërë. Ka patur një vendimarrje të përsosur. Atëherë, ky është në mes me mjekër të bardhë, është dietar i quar i shqiptarisë, por edhe i botës, i bar botës, sidomos botës islame, Vehebi Kavoçi. Së bashku unë këtu jam me 3 prindër, babai im dhe 2 prindërit e shoqeve të mia, të cilët kemi qenë së bashku me studime. Kemi qenë gjithë bashkë, po. Po, shehu i nderuar pa të ardhur, pastaj na pa të ardhur për vizitë, në fjalë në familjet tona. Ishte njëri që na ndikte dhe gjithmonë ishte impejuar që ne, me fjalë, të na jepte ngrohtësinë e vet, por dhe t'i përcillte qetësi familjeve tona, sepse normalisht ne jetonim në një vend në vend huaj, ku prindërt normalisht kishin merakun e tyre, që ishin një djalë 5 vajza, të cilët jetonin larg me mbi 3000 ca kilometra larg, dhe shehu jepte ato qetësitë e veta, me fjalë, por më thonë që jetojnë që të siguronte, po. Njëra sigurie në radhë parë, që ishte sepse në të vërtetë kanë qenë vende të sigurta, nuk kanë qenë vende me probleme. Asaj kohë, po, ashtu ka qenë, është e vërtetë. Tani kalojmë te diçka tjetër e përzgjedhur, po. Kjo është, ndoshta teleshikuesi nuk e dëgjoi kur e thash çfarë, po kjo është pasqyra ime, kjo është motra ime. E kanë dëgjuar dhe e njohin, e kanë njohur dhe do ta njohin gjithmonë, sepse është pjesë e jona, është pjesë e komunitetit shqiptar këtu në Mbretërinë e Bashkuar, por jo vetëm. Është gjithandej, jeni myftari. Mirë, kemi përfunduar, dashur miq, unë falenderoj shumë pafund i nderuar Bledar Myftarit, falenderoj shumë pafund për gjithçka të sinqertë që na ke treguar, çdo mesazh sensibilizues, çdo urim që na ke përcjell nëpërmjet personazh, nëpërmjet Albyqej TV. Hire i bekimi për ty dhe për familjen tënde të mrekullueshme, uroj që takohemi së shpejti, agjërim të pranuar dhe nuk i diet Zoti, pse jo, ne mund takohemi edhe në Shkodër, po edhe në Tiranë, po edhe në Londër, nuk i diet asnjëherë. Jo. Shumë faleminderit nga ana juaj.
për ju dhe stafin tuaj po ashtu edhe një falënderim për teleshikuesit që na kanë ndjekur apo që do na ndjekin dhe uroj që Zoti i Madhëruar të na bekojë të gjithëve, na bekojë ne, familjet tona, por dhe kombin tonë. Faleminderit shumë pafund nderuar, respekti, mirënjohje, gjithë mirat. Gjithë mirat, kalofshin mirë. Faleminderit shumë, e kalofsh bukur, faleminderit. Dashur teleshikues, kemi qenë së bashku në një transmetim prej 1 orë e 20 minuta, kënaqësi e veçantë, kanë kaluar minutat shumë shpejt. Unë ju falenderoj që ju jeni gjithmonë me Albukeri TV, gjithmonë me personazh Alb. Ne do të jemi sërish së bashku të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, mirë takofshim dhe kalofshi bukur.